Sinan Vllazaliu është një nga këngëtarët më të dashur në mbar treva shqiptare. Tekstet e këngëve shumë të ndjera, muzika ritmike dhe zëri melodios i këngëtarit ka bërë që ai të fitojë zemrat e mira artëdashësve. Ato që e njohin nga afër këngëtarin, një gjë e din shumë mirë. Të pëlqen ose nuk të pëlqen, Sinani ta thot troç në sy të vërtetën, edhe në raste kur e vërteta mund të lëndojë. Por duket se ka patur një kosë të madhe kësaj herë, fakti që Sinani ka folur hapur dhe ka bërë kritika për muzikën që po prodhon brezi i ri. Teksa ka dëgjuar një këngë të muzikë, Sinani tha: "Ja për shembull, këngë i thoni u kësaj, nuk i merret vesh asnjë fjalë nga teksti. Sot këngët nuk përcjellin mesazh, nuk i kuptohet teksti dhe ka një muzikë që më shumë të prish veshët sesa të qetëson." Kjo deklarat ka mërzitur jashtëmase muzikun, i cili ka ironizuar Sinanin duke thënë: "Baca Sinan, dëgjova çka ke thënë për këngët e mia, por po të betohem sot se nëse në të ardhmen Zoti do më japi një djalë, do të ftoj ty të këndosh në synet likun e tij." Këngëtari e ka kuptuar menjëherë ironinë dhe ju kundërpërgjigj muzikë duke thënë: "Ti duhet të kuptosh një gjë kryesore, nuk ka rëndësi se ku këndon, por çështja është, a di të këndosh? Bëje një herë vetes këtë pyetje muzikë, a di unë të këndoj?" Me sa duket, marrëdhënia mes dy këngëtarëve është krisur. Po ju, si mendoni, a ka të drejtë Sinani me vërejtjet që ka bërë për këngëtarët e rinj sot? Për më shumë, mund të na lini mendimin tuaj në komentet poshtë videos.